Prokuroria Themelore Publike e Manastirit nëpërmjet zyrës për rikthimin e pasurive në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut i ka dërguar kërkesë urgjente autoriteteve kompetente të Republikës së Serbisë për ngrirjen e pasurive 10 automjete të reja mallrash dhe remorkjo të blera në vitin 2025 për një person juridik me Selina Beograd, i cili është përcaktuar se ka lidhje pronësie me një person të dyshuar për keqpërdorime në Rek Manastir, kundër të cilit u hap hetim më 9 tetor, njoftoi nga Prokuroria Themelore Publike. Autoritetet serbe u kërkuan të ndalonin personin juridik nga Beogradi, drejtuesin e tij ose një person tjetër në emër të tyre, që të tjetërsoj ose ngarkoj automjete të motorike që dyshohet se janë furnizuar dhe përfaqësojnë përfitime indirekte pasurore nga krimet për të cilat është hapur hetim. Nga prokuroria thonë se autoriteteve serbe u kërkua të siguronin dhe të hapnin një kasafort të identifikuar si pronë të dyshuarit në një bankë serbe, me qëllim verifikimin e përmbajtjes së saj dhe se kërkesat u pranuan dhe prokuroria serbe lëshoi urdhra për ngrirjen e aseteve të lartpërmendura. Përveç kësaj, me kërkesë të prokurorisë, afërsisht 30 milion denar janë ngrirë nga llogaritë të dyshuarit edhe kompanisë së tij në vend, e cila gjithashtu është e përfshirë në hetim, dhe prokuroria ka kërkuar që të ndalohet asgjësimi i pasurish shtesë të luajshme dhe të paluajshme në vend, 3 apartamente në Shkup, një truall toki i pazhvilluar dhe një garazh i blerë në vitin 2024, si dhe 3 automjete mallrash dhe një automjet pasagjerës i blerë në vitin 2025. Nga prokuroria thonë se këto dyshohet se përfaqësojnë të ardhura nga një vepër penale, pra pronë që mund të nënshtrohet konfiskimit në të ardhmen, për shkak të krimeve të kryera që janë të përfshira në hetim.